Nata e Kshnellave është një natë e cila shndrohet në ditë dhe në dritë, sepse shërbuesi ynë Jezu Krishti erdhi për ta sjellë dritën botës, e cila ishte në terrë nga robëria e djallit, mëkatit dhe vdekjes. Këta janë tre armiqet më të mëdhej që ka ardhur Jezusi për t'i luftuar dhe për t'i imposhtur në emrin tonë. Po ashtu është një ngjarje e jashtëzakonshme se atëherë, sikurse edhe gjatë historisë, fatkeqësisht edhe sot nuk pati vend për ta në bujtinë. Kjo është një shprehje e cila tregon ngushtësinë e mendjes dhe të zemrës së njeriu që nuk din apo nuk don ta pranojnë shëlbimin dhe shëlbuesin. Pra, gjithë atyre që na përcjellin për shumët e me zemër të bardhë, me dëshirë që Zoti me ndihmën e përkrahjen tonë ta mposhtë terrin, ta mposhtë mëkatin, ta mposhtë djallin, ta mposhtë keqen dhe veset dhe ta japin një liri e cila është liria e bijve dhe bijave të Zotit. Për shumë.